Në regjistrimin e popullsisë të vitit 2024 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rezulton se numri i popullsisë rezidente në vend është 1.602.515 persona, prej tyre 50.2% janë meshkuj dhe 49.8% femra. Kjo ndarje është pothuajse barabartë në numër, por në praktikë dhe në përditshmëri, pabarazia gjinore ka shtrirë rënjë në gjitha aspektet e jetës, e më shumë se kudo në tregun e punës. Të dhënat e fundit të ASK-s që përkojnë për vitin 2024 tregojnë se 21.2% e grave të moshës 15 deri në 64 vjeçare janë të punësuara, krahasuar me 55.9% të burrave, ndërsa shkalla e jo aktivitetit të gratë është 74.1%. Janë disa faktorë kyç që kanë penguar gratë në kontinuitet të jenë më të përfshira në tregun e punës, të cilat lidhen edhe me rrethana sociale dhe ekonomike, por një pengesë për to është edhe vetë ligji aktual i punës, i miratuar në dhjetor të 2000 jetës edhe për cilin prej kohësh avokohet po nga gratë dhe organizatat jo qeveritare që të plotësohet, ndryshohet dhe miratohet për t'ju dhënë grave as më pak dhe as më shumë se sa të drejtën e barazisë. Amandamenti i ligjit punës është domosdoshmëri për Kosovën. Gratë në tregun e punës janë duke u ballafaquar me një parabarazit të theksuar në tregun e punës. Në një anë ne kemi sot vajza gratë të cilat studiojnë më shumë, në 65% ka arrit numri i grave apo vajzave që studiojnë, ndërsa në anën tjetër neve na mungojnë politikat e mira në tregun punës. Pra janë dy absurditetet të cilat nuk po përkojnë njëra me tjetrën. Ku do të punësohen ato gra? Si janë kushtet dhe çka e privon, domethënë ligji i punës? Në ligjin aktual të punës, janë një listë gjatë nenësh që në praktik jo rallëherë kanë qenë pengesë për punësimin e tyre në vend se të ndodhte e kundërta. E këto pengesa më shumë se kudo janë evidente në sektorin privat. Si konsorcium ne kemi përcjellur rreth 20 shkresa. Ndër to përfshin Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, ku kemi kërkuar ndryshimin e ligjit të punës, specifikisht lejen e lehonisë, që është gabimisht e cekur, sepse ajo duhet të jetë pushimi prindëror, ku të dy gjinit, edhe gruaja, edhe buri, babai në këtë rast, duhet të ketë të drejtë të merr pushim më të gjatë dhe të mos bie gjithë bara e kujdesit për familjen tek gruaja. Ndër të tjera, ne kemi kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që të themeloj gjykatën e punës në mënyrë që rastet e shkeljeve të drejtave të punës të trajtohen me prioritet dhe të mos zgjaten ato lëndë ndër vite. Ky ligj dhe zbatimi i tij shfaqin pabarazinë sidomos në pushimin e leonisë, duke i dhënë të drejtë gruas që të ketë plot një vit pushim në lindjen e fëmijut, të ndarë në periudha paguese 6 muaj nga punëdhënësi, 3 muaj të tjerë nga shteti dhe 3 muaj të fundit pushim pa pagesë. Nga ana tjetër, babai mund të ketë vetëm 2 ditë pushim me pagesë me rastin e lindjes së fëmijës ose adoptimit dhe vetëm 2 javë pushim të papaguar pas lindjes së fëmijut. Përkundër përpjekjeve të vazhdueshme nga organizatat jo qeveritare për të iniciuar plotësim ndryshimin e ligjit aktual, institucionet përgjegjëse, në këtë rast Ministria e Financave, deri tani nuk ka arritur ta dorëzojë në qeveri një projekt ligj të ri. Për më tepër, nuk kanë kthyer përgjigje në asnjë nga kërkesat e dorëzuara nga organizatat. Forumi Ekonomik i Grave ka bë propozime të tij sa i përket dispozitave të lejes së leonisë dhe propozimi ynë ka qenë që 6 mujorin që tani e paguan sektori privat të e paguaj shteti dhe 3 muj nga muji 7 deri muji 9 që e paguan qeveria të kaloj tek sektori privat. Dhe kjo nuk ka gjetë ndonjë përkrahje për shtetit edhe pse na është premtuar, sepse kostoja e një pagese të lejes së leonisë nga analizat që i kanë bërë organizatat e Forumit Ekonomik të Grave është diku në 10 milion. Për gratë e punësuara, ligji i punës vazhdon të mbetet pengesë, por situatë jo e mirë është edhe për gratë ndërmarrëse. Ulëmtimet e fundit tregojnë se vetëm 18% e bizneseve janë në pronësi të grave dhe vetëm 15% e pronave zotërohen nga gratë. Prej mbi 97.000 bizneseve që janë aktive, vetëm 18% prej tyre janë në pronësi të grave dhe rreth 98% të këtyre bizneseve janë biznese të vogla mikro me ma pak se 9 punëtor.
jetë gjatësia mesatare e bizneseve të grave është rreth 4.3 vite në krahasim me 8.6 vite të bizneseve të burrave. Edhe në prokurimin publik, përfaqësimi është shumë i ulët, vetëm 10% të kontratave të fituara nga operatorët ekonomik janë nga bizneset e grave. Sa i përket subvencioneve dhe granteve, vetëm 20% të bizneseve të grave deklarojnë se kanë pasur ndonjëherë ndonjë mbështetje gjatë veprimtarisë së tyre, qoftë nga institucionet publike, qendrore apo lokale, apo dhe organizatat e ndryshme jo qeveritare. Në shumë raste, gratë hezitojnë të marrin një vend pune me kushte jo të favorshme e kur ato janë të punësuara, jo rrallëherë pengohen për të vazhduar. Shumë prej tyre heshtin apo dorëzohen karshi këtyre pengesave nga punëdhënësi e ka prej tyre që edhe u drejtohen institucioneve përkatëse siç është Inspektorati i Punës. Inspektime sipas ankesës, për shembull në vitin 2025, kjo deri në shtator të vitit 2025 kanë qenë gjithsej 1182 ankesa, ku 480 prej tyre kanë qenë femra për shkelje të pretenduara të ndryshme, për shembull për ndërprerje të njanshme të kontratës, për shkelje të drejtave për mospagesë të pushimit të lehonisë, për pushim të gjithënjes e tjera. Por cilët janë hapat konkret për cilët duhet të ndërmarrin veprime institucionet dhe për cilat po avokohet prej kohësh. Është emergjente që ky ligj i punës të përditësohet, të bëhet një ligj i ri i punës, i cili i adreson edhe hapësirat gjinore të cilat lejojnë diskriminimin apo pabarazinë. Dallimi më i madh në shkallën e punësimit të burrave dhe grave vërehet në grup moshën 35 deri në 44 vjeç, kur shumë prej tyre bëhen prindër. Potenciali ekonomik i grave ekziston dhe sfida mbetet që institucionet publike ta njohin atë, ta vlerësojnë me politika konkrete për veprimtarinë e tyre. Një ligj i ri i punës që do të largonte barierat për gratë është veprimi më emergjent për qeverinë e ardhshme. E kjo do të arrijej patjetër me një dialog social dhe me përfshirjen e kërkesave konkrete që prej kohësh avokohen nga organizatat jo qeveritare dhe vetë gratë.